Interesimin për politikë kom pas pak më herët se sa me hi në Big Brother, një kohë gjatë para se me hi në atë format, sepse temat kanë qenë gjithmonë politike në shtëpi, sepse vi edhe për një familjes politike. Në atë formatin unë kam hi paka shumë me tregu se kush jam, më njoft njerëzit, me njoft paka shumë edhe kulturën e Kosovës, me qenë se jam rrit jashtë vendit dhe e kom pas gjithmonë si synim me shku atje, mu shkollu, me mbledh, me fitu eksperiencat të ndryshme, kulturat ndryshme, që me mujt edhe tani me pru ato eksperienca, me mujt me pru këto. Si që dini, në Big Brother kemi pas të ndalume me furë për politikë ose për religion dhe përmes këmishës legjendare kom desht paka shumë edhe me signalizu botës jashtë që në atë rrugë du me shku dhe aty kam me qenë edhe armja ime. Unë mboj mend presidentin Rugova me maturinë e tij dhe me vizionin e tij politik. Kështu që para se me shku në Austri ka qenë vetëm Rugova si figurë politike që e kom pas në krye. Dhe me të thonë drejtën, LDK-ja i ka do vlera që edhe une mundem mu identifiku me to, që janë vlera familjare, vlera patriotike dhe po ashtu edhe zhvillimi ekonomik në një shtet, sepse është një gjë shumë e rëndësishme me qenë ekonomia e fortë, sepse kur ta ki ekonominë e fortë, e ki edhe ushtrinë e fortë, e ki policinë e fortë, e ki shëndetësinë edhe arsimin, edukimin e fortë. Sa i përket fjalimit ose fjalës së parë që ma ka thonë babi pasi që ka ndëgju që LDK-ja ka interes, ose unë kam interes për mihimin në LDK, ka qenë që ai ka me qenë gjithmonë mbrapa mje dhe ka më mbështet në çdo aspekt. Unë përshpresoj natyrisht që qytetarët të më votojnë dhe unë jam duke punuar edhe për me fitu besimin e tyre. Veçanërisht shtyllat kryesore kanë me qenë rinia dhe sporti, po ashtu është një temë që e kom cek që du me kontribu në aspektin e shëndetit mendor, sepse kjo është një temë që ballafaqohet rinia shumë me to, por shteti nuk merr masa ose nuk fol fare, sepse unë mendoj që një të rijut nuk intereson çfarë të ndodh faktikisht në Mitrovic ose çfarë është asociacioni. Unë mendoj që për rinin duhet me pas zgjidhje reale, që me pas mundësi të reja, projekte të reja, plan programe të reja, që mos më na ik jashtë vendit, sepse rinia është shpirti i një shtetit. Krijimi me shumë mundësive në sport dhe në edukim. Unë mendoj që sporti nuk është vetëm pasion, vetëm kënaqësi me dalë në sport, por është edhe pak a shumë edhe biznes. Por është edhe një lloj promovimi i shtetit tonë, sepse përmes sportit promovohet një shtet. Unë po them që Melinda Kelmendi, për marrë si shembull, dashur kur fitoi medaljen, ajo vipi në podium dhe ngriti flamurin kosovar. Unë mendoj që kjo është një farë promovimi, kështu që rinia ose sporti duhet me pas një fokus të mirë nga prej shtetit ose një mbështetje të madhe, sepse mundet me qenë një qels që mu promovu një shtet jashtë vendit. Do të përpiqem të ndihmoj që të rinjët e Kosovës të kenë lidhje me kompani ndërkombëtare që me mujtë me shfaq potencialin maksimal. Dhe çështja e tretë është që ceka dhe më herët është problemet mendore, sepse nuk është që është të përfol shumë ose janë të trajtu këto probleme. Unë mendoj që stresi, ngarkesa, ankthi, depresioni duhet edhe më ditë qysh mu trajtu. Nuk ka me qenë befasi në qofse tham Lumiri, por me të drejtën është Lumir Abdigjiku me plan programin më të mirë dhe vizionin dhe një vizion shumë të qartë për Kosovën dhe unë kam shumë besim në të. Në aspektin ndërkombëtar është një deputet në Kuvendin e Ukrainës me emrin Gonçarenko, që më i men.
Mu më pëlqejnë politikanët që kontribojnë ose që kanë qef Kosova me avancu. Dhe ajo ka ngritë zonin në Këshillin Evropian që Kosova të antarësohet në BE. Ky fakt ma jep një farë admirimi për një politikan të tillë që ka qef që Kosova me ecë përpara. Big Brother ka qenë vetëm një lojë. Politika është diçka shumë reale dhe unë do e marr politikën shumë seriozisht sepse kjo ka të bëjë me angazhimin tim për me kriju mundësi më të mira për qytetarët, por veçanërisht për të rinjët projekte të reja, programe të reja, siç e thash edhe më herët. Edhe normalisht mund të them që jam edhe i gatshëm për debate sepse më mendoj që me kalimin e kohës ti edhe adaptohesh me një fushë dhe jemi duke punuar që të bëjmë më të mirën për jetesën e qytetarëve të Kosovës. Mendoj që janë disa arsye për pse më votu mua, por veçanërisht du me fillu me arsyeën e parë që është energjia e re dhe perspektiva e re që muj me pru në politikë. Arsyeja nr. 2 është unë kam qef me qenë i fokusuar në zgjedhjen e problemeve, jo vetëm në diskutimin e problemeve. Unë kam një ide dhe përvoja që i kumujt mi mbledh jashtë vendit, po ashtu jam shumë i afërt dhe shumë gati për bashkëpunim. Për momentin jam i fokusuar 100% në fushatën time dhe në zgjedhjet e nënshkurtit. Natyrisht që kam synime, kam ide për projekte të reja, por siç e thash edhe më herët, gjithë energjien kam qef m'ia përkushtu fushatës dhe pastaj qytetarëve të Republikës së Kosovës.